Në këtë edicion do të ndiqni. Në Kizhevak të Serbisë janë gjetur mbi 10 mbetje mortore të cilat dyshohet se u përkasin civilëve shqiptar të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kështu thon nga Këshilli Koordinues për të zhdukurit dhe krimet e luftës. Me moton me një vaksin nuk qel verën dhe nën sloganin qel Maderën, gastronomët nga gjithë Kosova ja mësyn sot sheshit Skënderbeu. Gastronomët protestuan para qeverisë së Kosovës në shenjë pakënaqësie për masat kundër parandalimit dhe përhapjes së pandemisë COVID-19. Është pensionuar infermierja e qendrës kombëtare të mjekësisë së punës në Gjakov, Fiqeria Zajmi Peja. Puna, kontributi dhe profesionalizmi që dhuroi për 43 vite do të jenë shembulli më i mirë për të gjithë stafin tonë, është thënë në këtë ceremoni. Mirë mbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Në Kizhevak të Serbisë janë gjetur mbi 10 mbetje mortore të cilat dyshohet se u përkasin civilëve shqiptar të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kryetari i Këshillit Koordinues për të zhdukurit dhe krimet e luftës, Ahmet Grajçevci, tha se tashmë procesi në Kizhevak po përmbyllet dhe dyshimet janë se mbetjet mortore i takojnë familjarëve të zhdukur nga Rezalla. Kryetari i Këshillit Koordinues për të zhdukurit dhe krimet e luftës, Ahmet Grajçevci, në një konferencë për media tha se tashmë procesi në Kizhevak po përmbyllet dhe dyshimet janë se mbetjet mortore i takojnë familjarëve të zhdukur nga Rezalla. Grajçevci ka kërkuar nga Serbia që të tregojë vendodhjen e personave të zhdukur gjatë luftës. Serbia të tregon se ku janë. Ne nga Serbia kërkojmë rrugtimin e njerëzve të gjallë që i ka marrë nga Kosova, vendodhjen e tyre dhe përfundimin e tyre. Serbia çdo gjë e din fort mirë dhe ka të shkruar dhe të filmuar dhe institucionet kryesore të shtetit e din përfundimin e familjarëve tonë se ku janë në Serbi. Hakika Sumi është koordinatori i Këshillit Koordinues i asociacioneve të familjarëve të zhdukurve të Kosovës, i cili e kishte kryesuar këtë vizitë, tha se deri me tani dyshohet për mbi 10 mbetje mortore. ADN-ja të cilëve pritet të dërgohet për verifikim në laboratorin e Komisionit Ndërkombëtar të Personave të Zhdukur. Deri me tash dikon mbi 10 mbetje mortore të trupave të shqiptarëve ekskluzivisht civil të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Gërmimet në Kizhevak të Rashkës në Serbi ka nisur në fund të vitit të kaluar dhe me pas u ndërprerjen për shkak të kushteve atmosferike, ku tani me 5 maj kanë rifilluar gërmimet. Me shumë se 1640 njerëz nga Kosova, shumica shqiptarë ende konsiderohen si të zhdukur. Në ambientet e Ministrisë së Mbrojtjes, sot u nënshkrua memorandumi mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes përfaqësuar nga Ministri i Mbrojtjes Armen Mehaj dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar përfaqësuar nga Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë Nikolas Abot. Ky memorandum bashkëpunimi ka për qëllim përmirësimin e kapaciteteve të Ministrisë së Mbrojtjes në zbatimin e reformave në proceset e tij të prokurimit për të siguruar ofrim të mirë menaxhuar dhe efikas të shërbimeve publike. Gjithashtu ka për qëllim rritjen e efikasitetit të sektorit publik përmes procedurave të mirë menaxhuara, transparente, të drejta dhe efikase të prokurimit. Vazhdojmë edicionin me informacione nga Gjakova. Është pensionuar infermierja e qendrës kombëtare të mjekësisë së punës në Gjakov, Fiqeria Zajmi Peja. Puna, kontributi dhe profesionalizmi që dhuroi për 43 vite me radhë janë shembulli më i mirë për të gjithë stafin tonë, është thënë në këtë ceremoni. Pas 43 vite punë, sot po urohet nga kolegët në ditë të lindjen e saj. Njëherët po urojnë pensionimin e kolegës së tyre në qendrën kombëtare të mjekësisë së punës, zonjën Fiqerie Zajmi Peja. Puna, kontributi dhe profesionalizmi që dhuroi për këto vite do të jetë shembulli më i mirë për gjithë stafin ton, u tha në këtë ceremoni. Kemi mendi mungesën tonë, ashtu që kemi mendi mungesën edhe kur na mungesën në një kohë të caktuar, për shkak se ke qenë simbol edhe je shej e respektimit të institucioneve publike, shëndetësore, je shej e mirësjelljes, je ke qenë simbol i qasjes profesionale ndaj personelit dhe ndaj pacientit.
Faleminderit që ditët e netit i kaluam në shërbim të qytetarëve, në ditë të vështira e në ditë të mira. E emocionuar tha se çdo ditë do të jeni mungesa më madhe për mua. Shpejt erdhi edhe radha ime. Udhëtimi i gjatë që përkundër të gjitha sfidave ishte shumë i bukur. Pikërisht për këtë ceremoni, pensionimi mban me vete edhe pakshije të idhet. Por jeta ka ligjet e veta dhe vitet ecin pavarësisht emocioneve tona personale. Kolegialiteti me ju u përkthya në miqësi të pashoqë. Është ajo që më mbushi sot, sepse e di që pavarësisht shkëputjes së marrëdhënies së punës, miqësia jonë do të vazhdoj e fortë dhe e bukur siç ka qenë gjithmonë. Njëra nga kolegët e saj u shpreh se fiqëria ishte mësuese, shoqe, kolege, ku puna e saj do të jetë shembulltyr për gjithë ne. Ka qenë mësuesja jam e parë. Edhe unë me këto kom rrugtu 30 e sa vite, në momentet caktume edhe më ka kritiku, ka dash gjithçysh më mbosi veten, nuk u mujt nashta mja arrit 100%, po fiqja me të vërtet është një bagazh i institutit jonë, ka me lonë gjurmë gjenerata se ka qeni profesioniste, edhe gjithmonë e ka dasht punën. Feqëri e Zajmi Peja mori edhe 2 mirënjohjen nga kolegët e saj për kontributin e palodhshëm që japi gjatë këtyre viteve. Ndjehemi më fat që patëm rastin të rrugtojmë bashkë më të, than ata. Kompania rajonale ujësjellësit Gjakova ka njoftuar se është në përgatitje të vërejtjes për ngritje të procedurës për ekzekutim tek përmbaruesi privat, për secilin konsumator që ka borxhe të akumuluara e që të njëjtit nuk kanë kryer pagesën mujore. Kompania rajonale ujësjellësit Gjakova ka njoftuar se është në përgatitje të vërejtjes për ngritje të procedurës për ekzekutim tek përmbaruesi privat për secilin konsumator që ka borxhe të akumuluara e që të njëjtit nuk kanë kryer pagesën mujore. Andaj kompania apelon te konsumatorët që të qëndrojnë besnik në kryerjen e obligimeve të tyre. Në njoftimin e kompanisë thuhet, të nderuar konsumatorë nga sektori shitjes na njoftojnë se jemi duke bërë përgatitjen e lëndave tek përmbaruesi privat për të gjithë konsumatorët të cilët kanë borxhe të akumuluara duke mos kryer pagesa mujore. Apelojmë tek konsumatorët se në momentin që pranojnë fakturën e ujit të kryejnë obligimet e tyre në baza mujore, si detyrim kundrejt ujit të shpenzuar, në rast të mos përgjigjes ndaj obligimeve tuaja përkundër dëshirës sonë si ofruesi shërbimeve, jemi të detyruar të ngrisim procedurat përmbarimore. Duke mos dashur të ju implikojmë me shpenzime shtesë, ftojmë konsumatorët që të përmbushin obligimet e tyre si detyrim ndaj shërbimeve që ju ofrojmë dhe shpenzimit të ujit. E njëjta vlen për të gjithë zonën ku operon kompania rajonale ujësjellësit Gjakova, në komunën e Gjakovës, Rahovecit, Prizrenit, duke përfshirë të gjitha kategoritë e debitarëve, ambisëri, komerciale, ente dhe industri, thuhet mes tjerash në njoftimin e kompanisë Gjakova. Në shkollën e mesme të lartë ekonomike, Kadri Kusari në Gjakov u përuruan edhe 2 kabinete shumë të vlefshme për natyrën e kësaj shkolle profesionale. Qendra karrierës, e cila shërben për orientim në karrierë, si dhe kabineti i kuzhinës. Po ashtu në këtë shkollë ka filluar aktiviteti ditët e dyerve të hapura. Sot në shkollën e mesme të lartë ekonomike Kadri Kusari në Gjakov u organizua ditët e dyerve të hapura, që ka për qëllim njohjen e shkollës si dhe ambientet e saj. Me këtë rast u përuruan edhe 2 kabinete shumë të vlefshme për natyrën e kësaj shkolle profesionale, qendra karrierës, e cila shërben për orientim në karrierë, si dhe kabineti i kuzhinës. Drejtoresha e shkollës tha se këto 2 hapësira janë të përkrahura nga projekti SID, i cili zbatohet nga syri i vizionit dhe financohet nga Agjensioni për Zhvillim ADA. Së pari, qendra karrierës është një qendër që ka qenë më së domosdoshme, të pas parasysh që jemi shkollë profesionale dhe orientimi më të thjeshëm në karrierë është shumë i nevojshëm. Gjithashtu dhe kuzhina e hotellerisë është më së nevojshme, nga se nxënësit e shkollës sonë të drejtimit të hotellerisë tani më praktiken mund ta kryejnë disa klasë edhe në kuzhinën e hotellerisë. Ndërkaq përfaqësuesja nga Ministria e Arsimit, Ryva Prekurogja, vlerësoi hapjen e këtyre kabineteve.
Aktivitetet janë masë të qelluara, janë aktivitetet të cilat Ministria e Arsimit i kërkon në secilën shkollë. Dita dyerve të hapura është një aktivitet të cilit të informon nxënësit me gjitha aktivitetet që i ofron shkolla, me gjitha profilet që i ofron shkolla dhe kjo i ndihmon që nxënësat i kanë informacionin e duhur që të drejtohen në karrierë. Menaxheri i organizatës jo qeveritare Syri i Vizionit tregoi rëndësinë e kabineteve për shkollën. Ne si organizatë kemi përkrahë zhvillimin e qendrës së karrierës, të përfshirë prej infrastrukturës, pajisjes brenda qendrës së karrierës, si dhe punësimin e një koordinatorit për një periudhë rreth 25 mijorë, që do të përkrahet nga projekti që do të jetë kontribut direkt për shkollën. Nxënësit janë të kënaqur me mundësitë që ofron kjo shkollë. Kabinetet në shkollën tonë na ndihmojnë shumë edhe na përgatitin për me vazhduar tutje për tregun e punës. Ditët e dyerve të hapura mbetet aktivitet i hapur për të gjithë nxënësit e klasëve të nënta, prindërit, bizneset dhe çdo kënd që është i interesuar për të njohur nga afër aktivitetet dhe drejtimet e kësaj shkolle. Edhe një institucion tjetër arsimor është bërë me kabinet të ri. Në shkollën e mesme të Ulët, Zekeria Rexha, tashmë nxënësit lëndën e informatikës do ta zhvillojnë me teknologji më të avancuar. E gjithë kjo fal donacionit të Kforit Turk. Tashmë nxënësit të shkollës Zekeria Rexha në Gjakov, lëndën e informatikës do zhvillojnë në këtë kabinet. I gjithë ky projekt është donacion nga Kfori Turk. Drejtori i kësaj shkolle Plorat Rudi është shprehur falendërues për këtë investim, i cili ka qenë i domosdoshëm për nxënësit. Sot është bo përrimi i kabinetit të informatikës, një investim nga Kfori Turk, investim të cilin ne vetëm kemi filluar me realizimin e këtij projekti para 2 viteve, po për shkak të pandemisë na u shty si projekt, ndërsa sot është më në fund është bo dhe përrimi i këtij kabineti, të cilin do të jetë funksional për nxënësit e nivelit parë të shkollës sonë, pra prej klasës 1 deri në klasën e 5. Tutje Rudi tregoi se ky kabinet ka rëndësi të madhe, pasi që nxënësit do kenë më të lehtë mbajtjen e lëndëve teknologjike. Është mos i nevojshëm, duke ditur që klasët e 4-ta dhe klasët e 5-ta tani me plan programin e ri kanë me fillu me pjesën e kodimit në lëndën e teknologjisë. Kjo pjesë e kabinetit është një e mirë për të vetëm arsye se realizohet edhe praktika profesionale me nxënësit e kësaj gjenerate. Nxënësit dhe mësimdhënësit po ofrohet në kushte shumë më të mira për me zhvilluar orën mësimore, normalisht që edhe cilësia në mësim do të jetë më e mirë. Kështu që do të jem falendërues për gjithë ata të cilët bashkëpunojnë, në këtë rast edhe Kforin, i cili na mundsoi, domethënë, një infrastrukturë shumë mirë me pajisje teknologjike, kështu që edhe donacionet tjera janë të mirëseardha për mësimin dhe vazhdimsinë e punës në shkollën tonë. Vlera investimeve në këtë kabinet është rreth 25.000 euro, investim i cili përfshin 30 kompjuter për nxënësit dhe 1 për mësimdhënësin. Në fund ju sjellim edhe një informacion. Sot janë bërë 20 vjet nga rënja e dëshmorit Fadil Nimani, komandant Tigri. Ai ishte nga Gërgoci i Gjakovës, një ushtar shqiptar dhe dëshmor i luftës në Maqedoni. Komandant Tigri u bashkua forcave shqiptare që luftonin edhe më tutje pas çlirimit të Kosovës për lirinë e shqiptarët në territoret administruara nga Maqedonia gjatë viteve 2000. Me 25 maj 2001, ra dëshmor në vaskësinë të Kumanovës, duke komanduar brigadën 113 Ismet Jashari Kumanova. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Në Kizhevak të Serbisë janë gjetur mbi 10 mbetje mortore të cilat dyshohet se u përkasin civilëve shqiptar të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kështu thon nga Këshilli Koordinues për të zhdukurit dhe krimet e luftës. Me moto me një vaksin nuk qel verën dhe nën sloganin qel maderën, gastronomët nga gjithë Kosova ja mësyn sot sheshit Skënderbeu. Gastronomët protestuan para qeverisë së Kosovës në shenjë pakënaqësie për masat kundër parandalimit dhe përhapjes së pandemisë COVID-19.
Është pensionuar infermierja e Qendrës Kombëtare të Mjekësisë së Punës në Gjakov, Fiqeria Zajmi Peja. Puna, kontributi dhe profesionalizmi që dhuroi për 43 vite do të jenë shembulli më i mirë për të gjithë stafin tonë, është thënë në këtë ceremoni. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syri vizvizion.tv. Mirupafshim.